emision mundësohet nga ISP Broadcast. Të nderuar shikues kudo që po na ndeshni. Kuvendi i Kosovës sot dështoi të konstituohet. Kishte vetëm 52 vota raporti për verifikimin e mandateve që i mori nga deputetët e pranishëm në sallë. Ishim 52 vota. Vetëvendosje, nisma Fatmi Limajt dhe Nenad Rashić. Këta me gjas nisma dhe Nenad Rashić që bën atë numrin 52, me qenë se vetëvendosja ka 48 ulse. Por gjithë ajo që ndodhi, au para pa marrë si skenar, si ndodhi që para se të niste seansa të gryej i gjithë opinioni me orvatjet po bëhet shkelje kushtetuese e kështu me radhë. Sot çka pam ishte kjo. Vetëvendosje, gjithë merren një zëri, figurat krejt të rëndësishme të lëvizjes vetëvendosje akuzuan opozitën se dëshiron ta bllokoj punën e Kuvendit të Kosovës, duke u bërë bashkë me listën serbe e pakicat tjera. Në mënyrë se tjetër, ata thanë se opozita po dëshiron vendin ta bllokoj duke paralajmëruar edhe zgjedhjet e reja. Por interpretimi i liderëve të partisë së dytë, partisë së tretë dhe partisë së katërt, Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike dhe AK-s është krejt tjetër fare në raport me atë çfarë tha vetëvendosje. Këto parti thanë se vetëvendosje nuk arriti me shumë se 52 ulse të sigurojnë kuvend dhe se të njëjtit do të bënin shkelje kushtetuese sipas tyre gjithnjë, po të votonin raportin e Komisionit përkohshëm për verifikimin e mandateve, me qenë se kryeministri dhe ministrat nuk kanë dhënë dorëheqje formalisht. Një letër kryeministri e dorëzoi në Komisionin për verifikim të mandateve, ku e paraqiti dorëheqjen, por partitë politike PDK, AK dhe PDK, LDK dhe AK nuk u mjaftuan me këtë fakt, duke thënë se ata duhet t'i braktisin dhe zyrët. Gjithë ajo çfarë ndodhi sot dhe që pritet ndodh në 48 orët e ardhshme, do të vëhet në lëvizje presidentja, siç u kërkua ndihmë nga ana e saj prej deputetit më të vjetër që udhëhoqi seancën Avdit Deharit, kur konstatoi se mbaroi me atë puna e Kuvendit për sot duke dështuar punimet, do të bisedoj me analistin politik Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Krasi. Një skenar i pazakont, i pamenduar, jo që nuk kishte ndodhur debati për çështjen që kishte ngritë opozita se Kurti do të duhet të dorëhiqej, por ishte një situatë tjetër kur pati gjatë ditës tabulate, mesazhesh, telefonash, kur partia e parë po figurativisht po flirtonte, po interesoi për të marrë dhe votat e listës serbe, ishte Elbert Krasniqi që u kap me këto mesazhe dhe u raportua në media dhe nuk kishte më shumë se 52 vota. Dhe akuzat e VV-s ndaj PDK-s, AK-s, e LDK-s, si i shikon? Po tash në fakt si është mendimi yt politik për ato që ka ndodhur sot. Tash edhe kjo çështje mund të interpretohet normal në dy prizme, në aspektin juridik e kushtetues, në që tash do të presim interpretime të kësaj natyre, dhe në aspektin politik. Dëgjoj sikur me një lloj bashkëndjenje ose parashikimi para një kohe kur u certifikuan rezultatet e zgjedhjeve, pa ta shkruajtur që sot është dita e certifikimit të krizës politike që na pre. Dhe duke sikur po hym në atë fazë, por që nuk e kam parashikuar këtë skenar dhe këtë mënyrë të bllokimit, këtë e pranoj. Kam spekuluar, kam supozuar lloj-lloj variante se si mund të vijmë deri te një bllokim. Do të duke u bazuar edhe në opinionet e analizat e ndryshme se mbase vetëvendosja, lëvizja vetëvendosje nuk do ta nominoj për një kohë kandidatin e saj për kryetar të Kuvendit dhe në këtë mënyrë do ta bllokoj procedimin e më të tjeshëm të krijimit të institucioneve nëse nuk i ka të sigurta numrat e mjaftueshëm për
formim të qeverisë, por jo këtë që ndodhi për shkak se praktika e verifikimit të mandateve prej se ekziston kuvendi i Kosovës ka qenë thujse një çështje më shumë formale dhe që asnjëherë nuk janë hapur diskutime të kësaj natyre. Tash është e pritshme që dy krahët politik do të tentojnë të përfitojnë nga situata duke akuzuar njëri tjetrin se partia fituese e zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje se opozita tenton ta bllokoj konstituimin e organeve dhe në këtë mënyrë mos harro para një kohe po e njëjti subjekt politik drejtuesi i Lëvizjes Vetëvendosje kishte pasur edhe një interpretim që po ashtu edhe Serbia shumë agresive duke tentuar që ta bllokoj krijimin e institucioneve të dalë nga zgjedhjet e nënshkurtit dhe mas jam i bindur që gjithnjë më tepër Lëvizja Vetëvendosje do të insistojë në këtë narracion duke tentuar që ta shfaqsoj vetëm për atë që do të interpretohet në aspektin juridik sa kanë bazë pretendimet e partive tjera, po i quajmë kushtimisht kështu opozitare sepse tash këto dy kampe do të krijohen me drejt, janë dy lloj pikpamje që u prezantuan sot nëse mund të reduktojmë pikpamja legale dhe pikpamja politike. Nuk jam tash i prirur apo nuk rezervohen të jap një gjykim sa i përket aspektit juridike e legal sepse këtë do ta bëjnë në fundit instanca tjera në mënyrë të çuditshme partia në pushtet që rezultoi deputeti më i vjetër i cili pashtu ishte nga partia në pushtet e hodhi topin te presidentja e Kosovës se si do të veprojë ajo tash nuk mund ta di. Situata pa ndodhur më parë. Për sa ekzistojnë që marrin zgjedhje në Republikën e Kosovës, prej se është liruar Kosova dhe është shpallur pavarësia, kjo është hera e parë që në këtë mënyrë bllokohet. Krijimi i organeve të dalura nga zgjedhjet. Kasolli. Në bazë të interpretimit që jep Kurti dhe zonja Albolena Haxhiu, Faton Peci dhe gjithë të tjerët, është një çështje legale. Ligji për qeverinë flet diçka tjetër, ligji për zgjedhjet e ri flet diçka tjetër. Është një nen që ka sipas njerëzve të sistemit juridik kolizion. Ka shpërputhje, ka konflikt, ka ndeshje. Edhe kjo është çështje tashmë legale, nëse mund të quhet legale, nëse si e tillë mund të trajtohet, por duket që është edhe çështje politike. Është çështje politike. Nuk po ende duket se zoti Kurti nuk i ka numrat për ta bërë qeverinë. Ky numri 52 sotëm i votave që mori raporti për verifikimin e mandateve, çfarë treguesi është? Po kjo është simptome qartë e një krize politike që mund ta pret qeverinë e ardhshme, edhe nëse krijohet nga kryeministri Kurti dhe konstituohen organet, për shkak sepse kjo është shumë interesant një indikator ishte që pro këtij raporti siç deklaruat edhe ju në fillim të emisionit votuan vetëm partia Lëvizja Vetëvendosje dhe deputetët e nismës për Kosovën dhe Nenad Rashiqi. Gjitha minoritetet por ashtu mbështetja e parë politike që i erdhë partisë fituese të zgjedhjeve erdhi nga nisma, ndërsa në të njëjtën kohë jo vetëm partia Lista Serbe, do thotë, mirë po edhe parti tjera minoritare ishin indiferente në raport me këtë e pazakont që nuk ka ndodhur ndonjëherë. E pazakont diçka e paprecedent, dhe që tregon që siç duket ende nuk është tejkaluar hendeko që ka ekzistuar ndërmjet këtyre partive dhe pretendentit për formimin e qeverisë aktualisht kryeministrit Kurti në detyrë. Është normale, apetitet e tyre tashmë do të vinë të rriten gjithnjë më shumë për shkak sepse duke qenë në njërin anë, duke qenë se Lëvizja Vetëvendosje nuk i ka votat e partive shqiptare, kjo ishte mbas edhe arsyeja që kryeministri Kurti kishte bërë ftesë edhe Lidhjes Demokratike për takim konsultativ në mënyrë që ta ushtronte një lloj presioni mbi partitë minoritare jo serbe se është duke negociuar edhe me partitë shqiptare për krijim të institucioneve që t'i frenoj pak apetitet dhe ambicjet e tyre dhe duket që tashmë kryeministri Kurti është i shantazhuar, kryeministri në detyrë po i themi, është i shantazhuar edhe nga partitë minoritare jo serbe duke kërkuar pozita gjithnjë më të favorshme për to në këmbim të mbështetjes parlamentare. Çfarë mesazhet për të, çfarë treguesin për të mesazhet që u raportuan në media të Elbert Krasniqit,
komunikuar për të përshkuar votat e listës, për të bërë tregti me votat e listës. Dëgjoj, ajo që e pam aty, ajo që e pam në ato është se ai komunikon vetëm një person AK. Tash mbetet të verifikohet, a është kryeministri Kurti, sepse Elbert Krasniqi mund thotë që ka edhe persona tjerë me inicialet e tjera, por që kishte ndodhur një komunikim, për punë deputetësh, gjitha parametrat tregojnë që duket që ai komunikim ka ekzistuar ndërmjet tij dhe kryeministrit Kurti. Mirë po, edhe po ashtu aty që thuhet në komunikim, ai vetëm i informon që ka vullnet nga 4 deputet të listës serbe ta votojnë qeverinë e Kosovës, mirë po nuk figuron diçka tjetër se në këmbim të çkaje do të fitohet kjo mbështetje. Aty bllokohet. Aty bllokohet. Tash kjo krijon dhe kemi edhe një korrespondencë tjetër. Çka tregon për zotin Kurti kjo? Tash situata normal, situata në cilën Kurti ndodhet po tregon që ai ka filluar të adaptohet dhe ta kërkojnë mbjetesën politike sipas një logjike, po e quaj kushtimisht tregtare politike, në raport me, sepse zoti Kurti ka premtuar referendum, i ka konsideruar zgjedhjet e 9 shkurtit si referendum popullor dhe pikërisht si shans për të shliruar një herë përgjithmonë nga ndikimi politik i listës serbe. Dhe kjo është ballafaqimi i tij me realitetin ditor politik që i duhet ta plotësoj me aranzhmane, me plotësimet e ego. Nëse gjithmonë, nëse qëndron kështu e vërteta, kjo është një goditje madhe politikisht. Jo, është dështim në dy për moralin politik. Për moralin politik dhe është dështim në dy parimet kryesore që ai ka proklamuar në kërkim të referendumit popullor. E para që nuk do të bëj koalicion me asnjërin prej partive dhe subjekteve që janë të lidhura dhe individëve që janë të lidhura me ish regjimin e vjetër, e që duket që tashmë ka një parafrim me nismën, mirë po siç duket negociatat kanë ngesur tek pozita e kryeparlamentarit, sepse Kurti megjithatë siç duket friksohet që t'ia dorëzoj këtë pozitë zotit Limaj, nga se në rast të ndonjë krize, siç e thanë disa analistë tjerë, me të drejtë në rast të ndonjë krize institucionale nga pamundësia për ta zgjedhur presidentin e ardhshëm, zoti Limaj do të ishte ushtrues detyre i presidentit, dhe duket që Kurti këtu nguron pikërisht për këtë pozitë më tepër sipas bindjes time se sa për postet ministrore. Kujt i vëm fal sot? Dhe tjetra do thotë nëse verifikohen këto komunikime që janë zhvilluar se si për t'i peshkuar votat e listës e deputetëve të listës serbe, po ashtu kjo është një goditje me premtimin tjetër. A flet edhe për një lloj hipokrizie të qartë? Në raport ditën flet ndryshe dhe natën figurat e vepron ndryshe. Dëgjoj, sikur të ishte ndonjë duhet të ketë një kozion. Gjykimin politik unë do ta bëj ndryshe në këtë rast. Sikur të ishte ndonjë lider tjetër politik pjesë e këtyre aranzhimeve, mbase unë do të kisha një qëndrim tjetër, sepse të tillët po e zom. Hajde le ta marrim shembull Isa Mustafën, le ta marrim, po e zom sikur të ishte Isa Mustafa, po e përmendim me që nuk është jetën politike. Nuk do të shihej me këtë sy sepse asnjëherë nuk ka pas pretendime të këtilla politike. Si ngjarje shkuar, po. Ai si lider politik ka konkuruar që ti fitoj zgjedhje dhe të bashkëpunoj me ata faktorë të cilët janë prezent në skenën politike, të certifikuar. Ndërkohë në raport me premtimin madhor politik të kryeministrit Kurti, kjo është një goditje shumë e madhe për të, sepse nuk arritur të realizoj dy prej zotimeve kryesore publike, një çlirimi nga ish regjimi i vjetër, e që po shihet që ka pasur negociata, ka pasur parafrim pikërisht me një parti të ish regjimit vjetër dhe atë nga lista serbe. Mbase ky mund të arsituohet se në këtë mënyrë unë e fragmentarizova pikërisht listën serbe, ata që deputetë të cilët janë më të mirë i largova. Provua dhe Kurti në gjithë këto. Në gjithë këtë do thotë ai po dëshmon që tashmë shqetësimi i tij kryesor është vetëm se të mbjetoj lojrash politike. Se si të mbjetoj në pushtet në për lloj aranzhmone. Lufton se si të mbjetoj politikisht. Si të mbjetoj në pushtet. Nacionale ka sjellë një mesazh të ri meqense përmendet zotin Limaj. Më duhet ta citoj deputetja bosnjake Duda Baljen në bisedë me Pal Lekajn e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, si tregon se Fatmi Limaj do të vendosë nesër të mërkurën me shumë gjas për ta votuar qeverinë. Ende nuk ka vendosur sipas Duda Baljes. Fatmiri ka me vendosë nesër në ora 9, fola me ndritin, ka thënë ajo. E këtu Lekaj i përgjigjet me ironi, mbase me gëzove. Nuk e di, por edhe ato mesazhe tjera gjatë ditës që dolën të... Edhe nëse ndodh kjo, nuk është diçka e papritur, ne prej fillimit, gjithë indikacionet
kanë qenë të qarta që po lëvizet në këtë drejtim. Apo merr faturën Limaj. Që zoti gjithë indikacionet kanë qenë të qarta që zoti Limaj po shkon ka një lloj bashkëpunimi i tillë me lëvizjen vetëvendosje, pavarësisht se janë munduar gjatë gjithë kohës ta mbajnë një lloj sekreti publik, ta quajmë këtë bashkëpunim të mundshëm deri dje, madje i njëjti e refuzonte që ka pasur marrëveshje me të. Tash këtu do të filloj një tension, do të filloj një betejë politike ndërmjet opozitës, nëse te kalojnë këto procedura aktualisht në të cilat jemi bllokuar, se kush është fajtori dhe kush është tradhtari i madh që ja mundsoi jetëgjatësi në pushtet të kryeministrit Albin Kurti. Limaj në këtë situatë nuk do thoya që është fajtori vendimtar, që është fajtori kujdestar në këtë situatë, për shkak se nuk do thoya që është fajtori kujdestar edhe nëse bashkëpunon me lëvizjen vetëvendosje, për shkak sepse Limaj asnjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve nuk e ka shantazhuar opozitën që unë dëshiroj të bashkëpunoj vetëm me partinë fituese të zgjedhjeve dhe jo me ju. Disa herë ai ka deklaruar që do ta preferonte një qeveri sikur subjektet politike që kanë dalë të dytat e të tretat ta formonin qeverinë, mirë po nëse këto nuk mund t'i tejkalojnë hendeqet që i kanë ndërmjet vete, atëherë ai do të ishte i gatshëm të ulej edhe me lider tjerë politik në mënyrë që të zhbllokohet procesi i krijimit të institucioneve dhe që të shmangen zgjedhjet e jashtëzakonshme. Unë jam i bindur që zgjedhjet e jashtëzakonshme për të shmangur janë pro edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe Partia Demokratike e Kosovës, jam i bindur edhe kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, pavarësisht kualifikimeve morale dhe etiketimeve morale publike që bën ndaj zotit Limaj, në thellë brenda vetës dëshiron që ato të shmangën dhe që të mos ballafaqohet menjëherë me zgjedhje pa u konstituar organet e reja. Vlojnë mediat nga titujt. Është pamundur të interpretohet nga titujt dhe sulmet që i bën njëri tjetër liderët në këtë kohë. Kjo është përpjekje për përfitim politikisht, përpjekje. Kurti ka shkuar as larg, duke thënë se opozita bën sulmin institucional kundër Republikës së Kosovës. E thot Kurti. Para se ta interpretoni këtë, deputetja Gërvalla, maskat ran. Jo, po shkon në drejtimin për të kriju antagonizëm, për nxjerr figura faj. Po, figura faj. Figura faj dhe edhe kemi në anën tjetër Kica Xhelilin që më tepër e interpretojnë atë çfarë bëri vetëvendosja si dobësi politike e saj, kishte vetëm 52 dhe që po të votonte LDK, PDK e AK do të bënin shkelje kushtetuese, me qenë se vetëvendosin e shuajnë si një lëvizje politike me ministrat e saj që ka bërë rekordi shkeljes të kushtetuesës. Edhe me Mikasniqi ju ka referuar ish kandidati për kryeministër Bedri Hamzës, i cili ka dhënë dorëheqje, ka shkuar në pozicionin e tij dhe i njëjtë mund të kishte bërë dhe zoti Kurti, duke ju referuar aspektit konstitucional, ligjor, që këta e respektojnë. Dhe gjithë kjo shkon në atë drejtim. Memli Kasniqi, Lumir Abdegjiku, Ramush Haradinaj insistojnë që VV i ka përgjegjësinë për shkeljet e sotme, përgjegjësinë kryesore dhe në anën tjetër vetëvendosja, duke thënë se kush ishte vetëvendosja se çfarë bëri sot duke flirtuar me listën serbe për të bërë tregtime votat e tyre. Dhe nëse qieren maskat, po them ashtu, demaskohen, dekonstruktohet e gjithë prapaskena se ç'po ndodh në sfond të saj, atëherë një leksion është cikli i krizës. Dëgjoj tash, rrido është e pamundur kjo kakofoni e zërave të interpretohet plotësisht, sepse tash ne do të bombardohemi me akuza, me kundër akuza, me një përpjekje të gjithë protagonistëve kryesorë në skenën politike për ta kërkuar fajtorin e mundshëm për dështimin e mos konstituimit të seancës sotme. Ajo nuk ka dyshim që ky numër që mori ky raport është një sinjal që lëvizja vetëvendosje ende nuk e ka siguruar mbështetjen e mjaftueshme për votimin e kryetarit të kuvendit dhe po ashtu
të qeverisë së ardhshme, është paralajmëruesi një krize politike në cilën po futemi. A ka bërë shkelje tash kushtetuese dhe juridike, do tash janë këto instanca tjera që mund ta interpretojnë. A mund thotë se presidentja nuk e marr përgjegjësinë që keni ju në kuvend, pavarësisht se ju kërkua asaj të përfshirë. Ajo mund thotë, ashtu ekzistojnë dy precedente, po ju referohemi dy mënyrave se si është vepruar në të kaluar në situata të këtilla. Kemi pasur rastin e qeverisë PAN të drejtuar nga kryeministri Haradinaj, të cilët disa nga ministrat e atij kabineti qeveritar, kur që ishin zgjedhur deputet, nuk shkuan në seancën konstituive për të betuar në mënyrë që të mos e humnin pozitën e ministrit, dhe duke pritur që në një seancë të radhës, kur të verifikohet, shihet qartë se lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës në atë kohë po e formojnë qeverinë, atëherë shkuan në seancën tjetër për ta fituar mandatin e deputetit me anë të betimit. Që kjo është kërkon një interpretim juridik, ka qenë rregull kjo farë pune, por ndoshta mund të ndodhë nesër. Ndoshta mund të ndodhë nesër, brenda atij afati 48 orësh. 48 orë. Domethënë kemi pasur raste kur ministra, vetë Bedri Hamza, që po mirët sot si shembull, nuk ka shku momentin, nuk ka shku të jap betimin si deputet, dhe disa të tjerë, Orhan Ismail, Belar Tahiri, plot tjerë nuk kanë shku të betohen në seancën konstituive në mënyrë që ta ruajnë pozitën e ministrit në detyrë. Mirë po kemi pasur edhe rast tjetër. Ligjinërisë Kjo është kolizion që kërkon një interpretim. Kemi pasur edhe rast tjetër kur pa dhënë ndërheqje kryeministri Haradinaj, dhe në të njëjtën kohë nuk e ka dorëzuar ka dhënë ndërheqje prej pozitës së kryeministrit, por ka kaluar në kryeministër në detyrë deri ditën kur është konstituue, kur është votuar qeveria e re. Pra është pak diskutabile kjo punë, aspektin juridik unë nuk di si do të interpretohet. Po përpiqen se secili të marrë trofeun. Po përpiqen, po në aspektin kushtetues zoti e ndëgjova dhe zotin Abdigjiku tha se unë nuk do të bëj shkelje me vedije të kushtetutës. Unë jam i bindur që zoti Abdigjiku ka bërë, nëse jo drejt për drejt, atëherë të paktën ka amnistuar me vedije shkeljet të mundshme të kushtetutës të kryer nga pushteti i cili kur zoni Osmani shkarkoi zonën Vallet e Daka. Po dy herë zoti Abdigjiku e ka bllokuar dërgimin e veprimeve të zonjës të presidentes Osmani në gjykatë kushtetuese për të kërkuar interpretim se a kanë qenë konform normave kushtetuese sjelljet e saj. Dhe unë këtë e shoh pikërisht si një lojë politike, dhe unë e shoh si që i ka shërbyer pushtetit edhe me pretendimin edhe me supozimin se ka mundur të ketë shkelje kushtetuese nga e preferuara e tij politike. Për te interpretimit procedural, juridik që është shumë i rëndësishëm demokraci, nga jo është i domosdoshëm, i pashmangshëm, i panegociueshëm esencialisht. Një çështje tjetër që ka të bëjë me fushën politike e që vështirë mbase mund ta gëlltit zoti Kurti është votimi sotëm në kuvend dhe pazaret e pambaruara për bërjen e qeverisë. Ky dështim, unë thash në fillim, reflekton, për mua është reflektimi i situatës jo të këndshme në cilën ndodhet partia në pushtet, por edhe një lloj ballafaqimi me realitetin çfarë është, se zoti Kurti e kupton që është fituesi i zgjedhjeve, por nuk është fititar absolut, se i ka dështuar referendumi popullor dhe se nuk mjafton vetëm mbështetja popullore pa i plotësuar edhe procedurat kushtetuese e ligjore për ta fituar pushtetin. Në një farë mënyrë kjo është ballafaqim sulm ndaj institucioneve quajtëse. Ky është ballafaqim, po tash zoti Kurti po ballafaqohet me realitetin, me standardet e tij. Me standardet e tij po ballafaqohet me realitetin, po e kupton që nuk është fitimtar absolut nga mënyra se si është sjellur prej natës së përfundimit të zgjedhjeve deri më tani, dhe se që ti vazhdohet gjatësia në pushtet përkundër mbështetjes popullore që e ka fituar, është e domosdoshme që të marrë edhe votat mbështetëse të deputetëve prezent. Dialogu, bashkëpunimi, prezent në soll, e që kërkesat e tyre ndaj dhe presionet e tyre ndaj kryeministrit Kurti do të vinë duke ushtuar, duke e marrë parasysh situatën jo të mirë politike në cilën ai ndodhet. A mund ta quajnë të tjerët se Kurti po shantazhohet, nëse Kurti më herët i kishte akuzuar rivalet e tij përsa ku ishin në opozicë, gjithë ata që po e bënin qeverinë ishin në shantazh nga minoritetet e veçmas edhe nga lista serbe. A mund tash oponentët ta përdorin të njëjtin standard për të thënë, o zoti Kurti, po
ato edhe filluan me të njëjtat akuza filluan duke ja bërë, do thotë që je peng i listës serbe, pa ajo, domethënë edhe nga minoritetet jo serbe. Gjë që nuk ishte ndodhur në kaq përmosa agravuse, nëse mund ta them kaq. Në kësi përmosa deri më tani nuk ka ndodhur, ose janë zhvilluar. Spetoma agravuse janë kërkesa legjitime politike. Ose ne nuk kemi parë, paktën ato nuk janë bërë publike sepse negociatat janë zhvilluar në prapasken dhe çdo gjë është kryer prapa perdeve dhe kreta ajo që kemi parë në opinionin publik kemi parë vetëm pengesat që ka vendosur lista serbe deri më tani dhe jo parti tjera minoritare. Por unë prapë tham apo ballafaqohet Kurti sot me Kurtin e djeshëm, me vetveten objektivisht, me gjithë advokacion politik që kishte artikuluar për shumë vite. Ja, ajo me cilën Kurti po ballafaqohet normal edhe me të kaluarin e tij, po ballafaqohet me realitetin. Ta kuptoj një herë për gjithmonë që qëndrimi në pushtet që nuk është vetëm rezultat i mbështetjes popullore që ka fituar, që ai ka konsideruar si legjitimitet absolut. Domethënë para e kupton që nuk ka legjitimitet absolut në këtë punë dhe se qëndrueshmëria e tij e matutjeshme në pushtet tash do të mbaret nga aftësitë e tij negociuese edhe me individ, realisht po negocion zoti Kurti, po negocion me parti që në kuptimin institucional nuk janë subjekte politike. Nisma nuk ekziston si subjekt politik në kuvendin e Kosovës. Nuk është certifikuar si e tillë. Jo, edhe kur certifikohet, Nisma nuk do të ekzistojë si subjekt politik. Do të ekzistojnë vetëm individ. Zoti Kurti tashmë ka hyrë në negociata dhe në aranxhmone vetëm me individ të partive, vetëm me individ politik, por jo me një subjekt politik. Në kuptimin në KQZ. A është pozitë më të mirë tash zoti Limaj, se sa a do të jetë nesër në pozitë, pas nesër më të mirë sa. Po tash mbaret se si do të kalohet kjo krizë, nëse shkohet më njëherë në zgjedhje, jo kjo mund të rikthehet në bumerang zotit Limaj, sepse tashmë nuk do të ketë shans. Në raport me zotin Kurti ta zëm. Është në raport me zotin Kurti, domethënë që t'i shtroj kërkesa edhe më të shtuara, mirë po nëse këto kërkesa bëhen të papranueshme dhe nuk gjendet një rrugëzgjidhje politike, nëse shkohet në zgjedhje. Apo i merret më shumë pushtet Kurtit aktualisht nga minoriteti. Jo, nuk po i merret pushtet Kurtit. Jo, nuk po i merret pushtet Kurtit. Apo i merret Jo, nuk po i merret pushtet më shumë Kurtit. Kurti do ta ketë atë pushtet sa e ka fituar si kombinim i vullnetit popullor dhe procedurave konstitucionale dhe ligjore për konstituim të organeve. Do të Kurti është në realitet në këtë mënyrë. Tjetër kjo ka të bëjë me iluzionet e tij që është fitimtar absolut. Dhe ne kemi thonë disa herë në studio televizive, prej ditës së përfundimit të zgjedhjeve, në rregull, përfundoi ky proces, shkoi me telasha që i patëm si duhet, por tash që të materializohet ky vullnet politik, që të materializohet fitimi i tij, duhen të sigurohen minimumi duhet të sigurohen 60 vota. Ajo është pa negociueshme. Mund të sigurohen 60 vota, sepse kështu është ndërtuar sistemi të na. Mbi këtë arsye e ndërtoi argumentin e triumfit sot opozita, duke sulmuar politikisht e këpik. Ky argument është i qëndrueshëm. I bot qartë. Kurti nuk morë mbi 52 vota. Dhe i dha vetit në mënyrë tjetër mbaj shpresë se mund ta bëjë qeveri nëse Kurti nuk e bën. Tash opozita do ta bëjë qeverinë, unë jam skeptik. Partitë opozitare në kuptimin teknik, janë rregull është në kuptimin teknik. Si më thon, për 4 vite opozit, po ta zëm PDK, LDK. Pajtona plotësisht. Sa ajo tash në kuptimin institucional që krijuan një fije shpresë se mund ta bëjnë ata qeverinë. Jo, unë jam skeptik në këtë drejtim që për shkak se ato nuk ka pas asnjë vullnet, ato kanë mundur edhe më herët të dëshmojnë sikur të kishin pasur vullnet. Dhe unë jam i bindur që edhe zoti Limajt kish vrejt që ekziston një vullnet dhe që mund të kapërcehen tensionet e hendekun ndërmjet partive që kanë dalë të dytat e të tretat, që numrat i kanë pasur, ai sot do të ishte bashkë me ta dhe nuk do ta nënte më shumë për të bashkëpunuar me kryeministrin Kurti, po në këtë drejtim se Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës mund të bashkëqeverisin së bashku me aleancën për shumë arsye që tash i kemi listuar disa herë, jam skeptik se mund të vinë deri te një kombinatorik që do të rezultonte pas dështimit eventual të Kurtit në formimin e një koalicioni të tillë qeveritar. E kanë bërë qartë, qëndrimet e tyre janë qarta. Lidhja Demokratike e Kosovës e kërkon postin e kryeministrit, partia e tretë në zgjedhje shto përpas postit kryeministrit ka vendosur dhe parakushte tjera politike që nuk mund të plotësohen,
Partia Demokratike e Kosovës pashtu ka deklaruar që as nuk preferon të negocioj sa i përket postit të kryeministit. Vetëm aleancën këtë drejtim është treguar gjeneroze, ta quajnë thojza kështu, duke u ofruar votat e deputetëve të saj duke ofruar blanko pa kërkuar aktualisht ndonjë pozitë të tillë të kryeparlamentar ose kryeministër partive që kanë dalë të dyta e të treta. Kështu që unë jam skeptik që partitë opozitare, edhe nëse dështon Albin Kurti ta formoj qeverinë, ato do të jenë në gjendje shumë më i afërt është skenari i zgjedhjeve të parakoshme hipotetikisht mas dështimit të partisë parë se sa do të kishim një. Po na trokasin zgjedhjet e reja të parakoshme, që mund vendi të shkoj për 40-45 ditë me mbase edhe mund të tejkalohet kjo krizë, mbase do ta tejkalojë edhe. Po ju keni thënë që një qeveri me këta numra po ashtu përfaqëson një brishësi. Brishësi, nuk ka diskutim ajo. Mirë po, duke qenë se ndodhemi përballë zgjedhjeve lokale, kjo mund të jetë interes edhe i partisë i lëvizjes vetëvendosje, edhe i që të mos e lëshoj këtë shansë thu? Mos e lëshoj këtë shansë sepse ka filluar ta skuq në retorikën e saj, nuk po e them në sensin negativ ta skuq, por në kuptimin simbolik, ta skuq Kosovën duke tentuar që këtë atmosferë të zgjedhjeve të nacionale ta sikur me inercion ta mbartë edhe në zgjedhjet lokale në mënyrë që të fitojë disa komuna që ka shansa, disa komuna megjithatë ti rikthej në pushtet në bazë në vit elektoral. Nëse mirë po tash këto goditje që e ka marrë, tash edhe qëllimi i opozitës këtu është me transmetuar mesazhin që këto goditje të vazhdueshme që po i merr lëvizja vetëvendosje janë shenjë e rënjes së saj dhe kur një subjekt politik futet në procesin e rënjes, atëherë ka vështirë ta ndalë këtë rrjedh dhe ta kthej në favor të vetin situatën. Duket që zonja Osmani është përfshirë nga me kërkesën e tij si drejtues i seancës nga pikpamja e deputetit më të vjetër Avni. Por për mua pse duhet të merret presidentja me këtë çështje kur është punë e vendit të Kosovës? Për mua nuk e kam qartë, më thash prapë kjo është një përpjekje. Pse duhet të merret presidentja me këtë? Dgjoj, kjo mbase presidentja e ftoi seancën konstitutive. E ftoi, ajo ka kryer detyrimin e vet kushtetues, për mua është tash e paqartë pse zhvendosët topit e presidentja. Në fundit presidentja nuk është autoritet kushtetues, është autoritet politik e institucional, por jo është edhe autoritet kushtetues, por që nuk është në dorën e presidentës të jap interpretim final juridik e kushtetues se ti s'ka ndodhur asnjë veprim. Asnjëherë s'ka ndodhur asnjë veprim. Kështu që kjo për mua presidentja mund të jap komente për ligje, mund të mos i nënshkruaj ligjet, është pjesa vendimmarrje e saj politike në sigurisë së jashtme, po. Se si do të reagoj presidentja për tash mbetet të nuk ka pas veprim sot. Thjesht ka dështuar seanca. Po. Seanca se si do të reagoj presidentja, në fundit se a mund të konsiderohet dorëheqje plot apo jo dorëheqje. Kjo që opozita po insiston përsëri presidentja nuk është kompetente për dhënë interpretim juridik. Janë instanca tjera që duke përfshirë prej KQZ-s deri tek gjykata kushtetuese që mund ta vlerësojnë a ka pas shkelje kushtetuese në këtë dualizëm apo jo. Tash kjo mbetet të shihet se a do ta kthej topin tek kuvendi që ti bëj thirrje tash bllokoj vetë situatat e pazakonta politikisht që mund të ndodhin në Kosovë, se një e pam, jo që nuk është paralajmëruar për të qenë i sinqert, por kjo që ndodhi sot nuk është parashikuar. Askush nuk e ka thënë. Debat ka ndodhur. Dëgjoj. Debat e ka ngritur opozita çështën e dorëheqjes. Dhe ka pasur debat për e kundër midis partisë së zotit Kurti dhe opozitës. PDK-s, LDK-s e AK-s për çështjen e dorëheqjes. Debat kishte, po nuk e kishte thënë askush që në seancë kuvendi mund të ndodhte kjo. Ja, unë personalisht e pranoj si këtë skenar. Ja, unë personalisht e pranoj, unë më tepër kam supozuar që nëse lëvizja vetëvendosje nuk e ka numrat e mjaftueshëm për formim të qeverisë, duke u bazuar edhe në indikacionet që erdhen nga vetë ish shefja e grupit parlamentar të kësaj partie, Mimoza Kosari, nga ish kryekuvendari Konjuca, e pranuan botërisht që nuk i kanë numrat e mjaftueshëm për formim të qeverisë, dhe duke u bazuar në këtë kalkulim që derisa tejkalohen mosmarrveshjet që i kanë me partnerët e mundshëm potencial për bashkëqeverisje, kam supozuar e kam kalkuluar që lëvizja vetëvendosje do ta shfrytëzoj instrumentin e mos nominimit përkohësisht
të kryekovendarit për ta mbajtur situatën pezull në mënyrë që të mos rrjedhin afatet kushtetuese. Por ky realitet i ri sot që u krijuar diçka ishte pa precedent në historinë politike të Kosovës, por si në historinë politike të Kosovës, por siç duket që do t'ja shtojnë edhe një barë të re edhe një punë të re gjykatës kushtetuese. Margaritar të drama teatrale. Do t'ja shtojnë një barë. Kanë bërë si zyrë avokatie gjykatë. Si zyrë avokatie, do t'ja shtojnë një barë të re, një detyrim të re, një punë të re gjykatës kushtetuese për ta interpretuar edhe këtë situatë të pazakontë, sepse deri më tani është legjislatura e 9 kjo, cila është e 9, po. Është deri më tani në gjitha legjislaturat, çështja që më pakti ka qenë problem politike juridike ka qenë kjo e verifikimit të mandateve. Ka qenë thjesht çështje formale, teknike dhe për të kaluar në, por kjo megjithatë mund t'i jap tash nuk e di kush do të përfitojë më shumë. Interpretuesit e holl legalist që ishin nga PDK, nga LDK, unë veç i citoj çfarë kanë thënë. Pikërisht ato se do të bënin shkelje kushtetuese, shqetësimi i tyre është në publik. A është realist apo jo, është çështje tjetër. Por si argument publik që kanë thënë se po të votonim kështu do të bënim shkelje kushtetuese. Duke ju referuar dhe praktikave të mëhershme dhe shembujve konkret. Sikurse zoti Krasniqi, Abdigjiku kur thanë të dy palët, të dy kryetarët e partive që ja ku i keni njerëz tanë, këta kanë lëshuar pozitat, janë bërë deputet dhe nuk ndodhen ato pozita. Po unë thashë mund edhe një shembull tjetër. I ka lëshuar pozitat ministrore për të bërë deputet mirë, por ka ndodhur edhe që nuk kanë shkuar në seancën e parë për ta dhënë betimin për të mos i humbur pozitat ministrore duke kalkuluar se mbase mund të shkojë një kohë gjatë derisa të votohet qeveria e re dhe në mënyrë që ta ruajnë atë pozitë. Kanë bërë përpjekje të respektojnë procedurën legaliste. Po politikisht tash kjo është aspekti politik. Si mund të interpretohet. Nesër ta shohim se ç'do ndodh, nuk e di a do të ftohet nesër seanca, por do një marrëveshje për të bërë numrat mase. Sonte natën deri nesër, orët e natës janë të gjata me gjasë për politikanët, për ndërmjetësit që kanë ata, për facilituesit, për dialogun, mbi gjitha që është shumë i rëndësishëm, për tu etabluar në shoqërinë tonë, dialogun e mirëfillt politik, për te replika, për te oponencës. Po jo, kjo krizë ka ardhur pikërisht si pasojë mungesës së kësaj që po e përmendni, këtij dialogu normal politik ndërmjet formacioneve politike, për shkak sepse në rrethana tjera ne do diskutonim këtë diçka tjetër mbi programin qeveritar, sa ka gjasa që ky program të zbatohet apo të mos zbatohet, sa Kosova është e përgatitur të ballafaqohet me sfida tjera si vendore ashtu edhe ndërkombëtare, por kjo krizë institucionale, pavarësisht percepcionit që krijon në opinion se është një goditje për zotin Kurti, megjithatë i shërben pak agjendës së tij politike, agjendës së tij politike sepse një lloj frustrimi gjithnjë më i madh social, ekonomik që po krijohet në shoqërinë tonë, për shkak të duke filluar prej ngritjes së çmimit të rrymës e të tjera. Çmimet të tjera bazike ndikon që të spostohen nga diskutimet kryesore politike dhe publike, të zhvendoset vëmendja dhe tash kretë debati të zhvillohet kush ishte fajtori i cili e mbajti i cili po e bllokon animoziteti teatral, nëse më të them, një animozitet teatral s'ka, po një lloj absurditeti i pashpjegum. Edhe absurditet pashpjegum nuk ka. Absurditeti është absurd, por një situatë më shumë teatrale për zbarkuar me pozitan në pushtet. Si duhet i lexojnë njerëz këto veprime të politikanëve që po bëjnë? Një përpjekje për të mbjetuar vetë personalisht sa më shumë që është e mundur në kurriz të qytetarëve dhe të interesit publik. Falenderoj për kohën për sot. Rishimi nesër nuk po guxojmë të përfshimin e situata, apo një gjatë dim që kriza mund të trokas. Mbase orët e saj kanë filluar qysh tani, edhe pse ende nuk është konsumuar procedura për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Po tash nuk e dim këtë rast ta vlen e fati prej 48 orëve, sepse sipas po vlen ka nisur seanca. Tash është mbase edhe e një interpretimi kushtetues që kanë bërë shkelje që kanë ndërprer seancën, sepse seanca nuk mund ndërpritet pa
pa u bë kur të nis verifikimi. Jo, me sa di unë mund të ndërpritet, mirë, po duhet të përfundoj brenda 48 orëve. Afati është brenda 48 orëve. Po. E tash në rastin konkret, a vlen një njëjtë interpretim, nuk jam i sigurt, por sidoqoftë tash gjatë orëve e ditëve në VM do të kemi mundësi ta shohim se sa do të qartësohet apo do të mjegullohet edhe më shumë edhe do të shkojmë drejt edhe një përplasje edhe më të madhe. Betejë për trofej politike. Betejë për trofej politike, në fund kush kush e sulmoi dhe kush e mbrojti Republikën, në fund këtu do të reduktohet i gjithë diskursi politike publik, i cili ka filluar, prapë më thash, ka filluar prej kur kryeministri dha sinjale dhe tentoi që ta zhvendos në një top pak më të madh, në një fushë pak më të madhe këtë diskutim me Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Me Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ato pajtona me kritikën opozitare ndaj kryeministrit, sepse ditën që mund bëtu ta balë ministrit ta zënë nëse ajo ka qenë referencë e takimeve me Radio Qiqi. E takimeve me Radio referencë dhe e shqetësimin në Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Kështu që kjo është një situatë që vështirë është të interpretohet se ka do të ajo që dihet jemi në blokadë aktuale. Blokadë, jemi mësuar me blokadë, duket se s'po paraqet lajm fatkeqësisht asnjë gjë ka solli. Fatkeqësisht. Njerëm në situatën socioekonomike me e cila po përkesohet gjithnjë më shumë. Absolut. Falenderoj për kohën. U përfshiva dhon ndoshta me disa pikpamje. Jo se është e pashmangshme se asnjëri nuk jemi këtu që tash do thot është një kakofoni, unë thash edhe më herët, është një kakofoni deklaratash, një kakofoni interpretimesh. Në rrethona normale me këtë kushtetut me këto ligje do të mund të bëjë qeveria pa humbur kohë fare. Sepse asnjëri në këtë rast nuk edhe unë po e pranoj, unë e pranova. Po kishte racionalitet në botë kuptimet politike, në shkollën politike të secilit politikanë e parti politike, po të kishte racionalitet, sidomos partia e parë, do të mund të bëjë qeveria. Ishte çështje e kryer kjo. Se unë e pranova në fillim të emisionit lloj-lloj skenar kam parashikuar për bllokim, por këtë skenar nuk e kam parashikuar dhe kështu është vërtet ta interpretoj. Diskutuar gjatë këtë vllë këtë e vërtetë është që se kem. Unë jo e pranoj publikisht këtë skenar të bllokimit nuk e kam parashikuar. Që ka pas debat për ligjin për zgjedhje, me ligjin për qeverinë që ka kundërshtim, edhe që duhet dorëheqje, ky debat ka ndodhur midis opozitës, po se mund të përdoret një copë atij debati për çështë fillim të seancës konstitutive, këtë e vërtetë është se falenderoj për kohën. Ishte kënaqësi. Ju faleminderit të nderuar shikues që na ndoqët, natën e mirë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.